Përshëndetje gjithë mirë se keni ardhur në ekranin e Reporter Vojemi në edicionin informativ të orës 15. Njoh fillimisht me zhvillime kryesore deri në këtë orë. Në shënimet e javës në podcastin Flasim, kryeministri Rama ju rikthye këtë të diel edhe një herë qëndrimeve për çështjen e pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, por këtë herë për pasojën sipas tij që krijohet në lidhje me arrestimin e varësve të saj. Rama tha se që pas vënies në arrest shtëpie të dy drejtorëve të Ballukut, atë të ARSH-s Gjyli dhe të Kesh Elezin, zëvendësimi i tyre është i pamundur pikërisht prej pezullimit të Ballukut. Taulan Toma, i konsideruar nga autoritetet italiane si hajduti i Parmës dhe Menov Kënufo, është arratisur sërish nga burgu. Sipas mediave në Itali, shqiptari 41 vjeçar arriti të largohej nga një institucion me siguri të lartë në Milano, duke shfrytzuar dobësi në sigurinë dhe aftësi personale për t'u arratisur. Ngjarja ndodhi natën mes së shtunës dhe të dielës më 17 kur ai preu hekurat e qelis dhe doli jashtë duke përdorur çarçafë të lidhur, më pas u zhduk pa lënë gjurmë. Shqipëria pritet të miratoj për herë të parë një ligj të posaçëm për kujdestarinë e përkohshme të fëmijëve në nevojë, me synimin që ata të rriten në një mjedis familjar dhe jo të drejtohen menjëherë institucioneve rezidenciale. Fëmijët në nevojë do të kujdesen nga familje profesionale apo edhe vullnetar jashtë institucioneve. Qarja e gjinaturës në lagunën e Vajnit që shkaktoi përmbytje në njësitë administrative Shënkoll, Zejmen dhe Kolsh ka ardhur si pasojë mos funksionimit të kanalit natyror që lidh detin me lagunën. Konkretisht, Bordi i Kullimit dhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura nuk ndërhyn për të hapur kanalin në lagunën e Vajnit, duke si edhe përmbytjet e nëntorit. Raundi 15 në Superligën e futbollit shqiptar ka rezervuar derbin Tirana Partizani, i cili merr jetë sot në Air Albania, duke nisur nga ora 18. Forma e dy skuadrave nuk është ajo një përballje e kalibri si kjo, çka mund të ketë detyruar tifozët të qëndrojnë larg shkallëve të stadiumit. Deri me ditën e sotme të kësaj të diele, nuk janë shitur më shumë se 3.000 bileta për këtë sfidë, teksa kapaciteti i impjantit është më shumë se 22.500 ulëse. Policia ka bllokuar rrugët rreth stadiumit.